Orët e vona të natës dhe të para të mëngjesit kanë sjellë një afërmitet mjaft të madh mes Mateos dhe Brikenës në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5, duke konfirmuar edhe një herë kiminë e fortë mes tyre. Përpara se të shtreshin për të fjetur në dhomën e gjumit, dyshja kanë ndarë disa momente mjaft intime dhe romantike. Ata janë parë duke shkëmbyer përqafime të ngrohta dhe të gjata, të cilat nuk kanë kaluar pa u shoqëruar me puthje. Por ajo që ka tërhequr më shumë vëmendjen e publikut ka qenë një deklaratë e fortë dhe drejt për drejt e Mateos. Gjatë këtyre momenteve të afërta, ai dëgjohet i thotë Brikenës, "Jam i çmendur pas teje." Pas këtij momenti plot romanc dhe fjalësh të ëmbla, dyshja ka ndryshuar menjëherë atmosferën duke kaluar në një situatë mjaft lozonjare. Ata kanë filluar të luajnë si fëmijë duke u gjuajtur me jastëk me njëri tjetrin, duke treguar se përveç tërheqjes fizike, ndajnë edhe një shoqëri shumë të mirë dhe të shkujdesur. Megjithatë, banorët dhe shumica e publikut jashtë e kanë komentuar ndryshe këtë lojë, duke qenë se në nominim është Mateo, Brikena, Selin dhe Gimbo. Mateo dhe Brikena po afrohen me njëri tjetrit që t'i shpëtojnë këtij nominimi. Sipas publikut, Brikena po e përdor Mateon që të afrohet më shumë me të dhe t'i pëlqejë njerëzve jashtë dhe ata të mos e nominojnë për të dalë nga shtëpia. Nuk dihet se sa e vërtetë është kjo, megjithatë, këto komente kanë marrë bujë, pikërisht pas këtyre momenteve, pasi nëse kthehemi pas në kohë, Brikena nuk i jepte dot asnjë përqafim Mateos, dhe tashmë po luan dhe po i afrohet vete para atij. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.